Kur ngrihet flamuri Kuqezi në një stadium të huaj, shqiptarët nuk njihen më si të shpërndar. Nuk ka rëndësi nëse je nga Tirana apo Prishtina, nga Shkodra apo Tetova, në atë moment jemi një zemër, një zë, një gjak. Flamuri duket si një copë stofi thjesht, por brenda tij rre historia jon, sakrificat, gjaku dhe krenaria e mirë a brezave. Sa herë vale vitet, na kujton ata që luftuan që ky flamur të ekzistonte. Na kujton gjyshërit që na treguan historitë, prindërit që na mësuan ta duam dhe fëmijët që e mbajnë lart me krenari. Mund të jesh larg vendit tënd, mund të jetosh në Itali, Gjermani, Amerikë apo kudo në botë, por kur shfaqe flamuri Kuqezi, zemra të re ndryshe, syt mbushe me lot dhe e kupton që shqiptar mbetesh gjithmonë. Ky flamur është lidhja jon, forca jon, gjuha e përbashkët që nuk ka nevojë për fjalë. Flamuri Kuqezi nuk është thjesht simbol. Është shpirti ynë, është dashuria jon, është krenaria e një kombi që nuk shuhet kur.